الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut të madhëruar, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër I cili meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të madhëruar. Njëherë dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është I dërguar I Tij I fundit. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar, për familjen e Tij, shokët e Tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, padyshim nga begatit dhuntit e shumta të cilat na I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, janë edhe sezonat, kohët e veçanta përmes të cilave njeriu bën ibadete, bën adhurime, të cilat shumë fishohen tek Allahu Teala, që do të thotë se ka sezona, ka kohë kur besimtari musliman investon pak, ndërsa tek Allahu I lartësuar gjen shumë. E padyshim se ndër sezonat më të begatshme, më të mira, më të dashura tek Allahu Teala janë edhe 10 ditët më të mira të vitit. Dhe prej nesër muslimanët kudo që janë në rrezullin toksor po hyjnë në 10 ditët më të mira të vitit. Nesër inshallah taala është dita e parë e muajit Dhulhijja. Është dita e parë e muajit të 12 në kalendarin hijrik dhe këto 10 ditë prej nesër e tutje, 10 ditë e para të muajit Dhulhijja janë ditët më të mira të vitit. Gjersa kemi lënë mrapa Ramazanin, sigurisht se ato çfarë kemi mësuar në Ramazan nuk I kemi harruar. Kemi thënë se 10 shifunit të Ramazanit, apo ma konkretisht, 10 netët e fundit të Ramazanit janë netët më të mira të vitit. Tash, prej nesër inshallah taala po hyjmë në 10 ditët më të mira të vitit, që do të thotë se njeriu e ka mundësinë edhe gjatë natës, edhe gjatë ditës ta madhrojë Allahun Taala, të investojë për veten e tij, të punojë punë të cilat do t'ia rregullojnë jetën e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe për këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijja është betue Allahu subhanahu wa taala. Dhe në kaptinën në surën Al-Fajr Allahu betohet dhe thot wal fajri wa layali 'ashr wa shafi' wal watr. Që do të thot pasha agimin në mëngjesit betohet Allahu taala në këtë kohë, sepse është kohë shumë e begatshme, shumë e bereqetshme. Dhe agimi mëngjesit është koha kur zgjohen muslimanët për me fal namazin e sabahut dhe pastaj pas këtij namazit startojnë në punët e tyre, në përditshmërinë e tyre. Dhe një nga shkaqet e shtimit të rrezikut, të furnizimit, është puna që bëhet mas namazit sabahit e tutje. Një nga shkaqet e paksimit të rrezikut, furnizimit, është fjetja mas namazit sabahut.
Dhe kur e shikojmë gjendjen e popullit tonë, na duhet shumë ta madhrojmë Allahun, shumë ta falenderojmë, shumë t'i bëjmë sejdë, se me pas pa Allahu gjendjen qysh po e shef, edhe me gjykuar qysh ne po veprojmë, atëherë nuk na kish dhënë kaq shumë të mira, sepse mos thëm 90, po ndoshta 95% e popullatës në vendin tonë, apo dhe ma shumë flejnë mas namazit sabahut. Flejnë mas namazit sabahut. Në kohën kur Allahu Teala i qenë engjëjt me laqet edhe zbresin rizkun. Kush po dënë merrni, shumë prej besimtarve një farforme e injorojnë me lekun që sjell rizkun e i thojnë jo, s'kam nevojë çaj ku dush, unë kam nevojë për xhuma, një flej, ty të shtohet rizku i xhumit, bash xhumash. Ai që punon, i shtohet rizkun punë, ai që lexon, i shtohet rizkun lexim, ai që studion, i shtohet rizkun në studim, e kështu me radhë. Allahu betohet të pasha agimin, pasha 10 ditë, wa layalin 10. Cilat janë këto 10 ditë? Ibn Abasi radhiyallahu anhuma, edhe Xhabiri radhiyallahu anhu, tregojnë se 10 ditët në të cilat është betue Allahu Teala janë 10 ditë e para të muajit Dhulhijja. Wash-shaf'i wal-watr, edhe betohet Allahu të pasha qiftin edhe tekun. Xhabiri radhiyallahu anhu thot qifti është dita e 10, që është dita e Kurban Bayramit, ndërsa teku vitri që përmendet këtu thot është për qëllim dita e 9, që është dita e Dhulhijjes. Dhe këto janë ditët me të cilat besimtarët musliman nderohen apo privilegjohen apo dallohen, veçohen prej besimtarëve të tjerë. Këto ditë kaq të vlefshme, këto ditë të begatshme nuk i ka ndonjë umet tjetër përveç umetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj Ibn Abasi ka thonë ditët e njohura është për qëllim 10 ditët e para të Dhulhijjes. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për këto 10 ditë ka thonë ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Nuk ka ditë më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala që të punohet në to punë të mira se sa në 10 ditët e para të muajit Dhulhijja. Pra, këto janë ditët më të dashura tek Allahu Teala. Dhe punë më të mira të mundshme që mundet me i bë dikush është mirë që të përzgjedh këto 10 ditë, sepse el amalu salih, punë të mira është çdo punë e mirë në peshore tek Allahu subhanahu wa taala, pa i përmend të gjitha. Andaj punë më të mira Allahu Teala i dën gjatë këtyre 10 ditëve. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ma min ayamin a'zamu inda Allahi subhanahu wa la ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayam al-ashr. Ka thonë nuk ka ditë më madhështore, nuk ka ditë më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala që i dën Allahu punët sikur që i dën gjatë tyre 10 ditëve të Dhulhijjes. Pastaj ka thonë fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi wa fi riwayatin wat-tasbih. Ka thonë shumë fishane, shtane gjatë tyre ditëve tehlilin, thuani la ilaha illallah sa ma shumë. Edhe tekbirin, sa ma shumë thuani Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Edhe tahmidin, sa ma shumë thuani alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Edhe tasbihin, sa ma shumë thuani subhanallah, subhanallah, subhanallah. Këto 4 fjali ka përmend tekstualisht pejgamberi alayhi salatu wassalam, por nuk do të thotë që të përcaktohemi vetëm këto 4 fjalë dhe vetëm këto t'i themi. Çdo dhikr, çdo përmendje Allahut është e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Ibn Hajeri rahimahullahu taala në librin e tij Fathul Bari ka thonë këtyre ditëve u është dhënë përparësi ndaj ditëve tjera të vitit, për shkak se gjatë këtyre ditëve gërshetohen, kombinohen punë të mëdhaja të cilat nuk kombinohen apo nuk gërshetohen ndërmjet veti gjatë ditëve tjera të vitit. Dhe i ka përmend thot, gjatë tyre ditëve ka namaz, gjatë tyre ditëve ka agjërim, ka sadaka, ka hax, gjatë tyre ditëve therrat edhe kurbani, dhe këto punë kështu të koordinuar, të gërshetuar njënën me tjetrën nuk i gjen në asnjë ditë tjetër të vitit përveç këtyre 10 ditëve. Andaj
besimtarët musliman duhet të jenë më të kujdesshëm, që këto që i përmendëm prej punëve të mira, edhe punët e tjera të mira, të cilat kanë mundësi me i krye, le të fokusohen, le të përqendrohen, të i kryejnë gjatë këtyre ditëve. Dhe shumë kush pyet prej ka të fillojmë, prej cilave punë të mira të startojmë. Sigurisht se është e udhës edhe ne t'i përmendim, por jo të ndalemi në detaje. Puna më e mirë që mund ta bëjmë gjatë këtyre ditëve të nderuar vëllezër besimtar, është namazi në kohën e tij të duhur nëpër xhami. Puna më e mirë dhe më e dashur tek Allahu është namazi në kohën e tij të duhur në vendet të cilat i ka përzgjedhur Allahu për namaz nëpër xhami. Kjo është puna më e mirë. Për ata Allahu subhanahu wa taala i përmend ata të cilët janë të kujdesshëm ndaj namazit të tyre. I përmend ata të cilët janë të shpëtuar nga besimtarët, thot walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Besimtarët e shpëtuar janë ata të cilët i kushtojnë kujdes shumë namazit të tyre. Dhe me thonë e fali namazin në kohën e duhur, se shumë kush për njerëzve po thotë po ne fali kur duhet. Ata që po lexojnë po thonë po në kapitullin e namazit është diskutuar shumë, edhe na si nxënësa si talebe, ndoshta më shtirë kemi pas te këto kur i kemi diskutuar në shkolla te kohët e namazit, kur fillon, ku mbaron, këtë do të çysh është më e preferuar, por me një fjalë me përmbledh, në versionin e shkurtuar, namazi më i dashur tek Allahu është namazi që falet në kohën e tij të duhur edhe në për xhami. Për ata Allahu Teala thot inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vërtet, namazi është bërë obligim, është bërë farz, është bërë borxh besimtarëve në kohë të caktuar. Dhe koha e fillimit është koha më e mirë, koha më e përzgjedhur. Andaj ata të cilët ende kanë këtë problem, ende kanë këtë problematik, ata duhet ta zgjidhin një herë për gjithmonë. Sikur ai në matematikë që ka një formulë pa zgjidhur, duhet më ul me mësue, edhe një kohë edhe mëson e shtin kokë edhe jetë përpara. Edhe këta duhet me kuptuar se pa namaz, o vëllezër besimtar, nuk mundna me i bë lajka. Nuk mundna me i bë servilizëm njëri tjetrit me thon, hajt marrë se ç'është lehtë është. E nëse lehtë atëherë pse na po i thojmë njerëzve, edhe pse neve na ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me fal namazin. Edhe na ka treguar se ajo që na dallon neve, besimtarëve, prej jo besimtarëve, është namazi. Ky është simboli i Islamit, shtyllë fundamentale e fesë. Kushdo me majt fen e man me namaz, kushdo me lën fen me shkatërru fen e lën namazin në runa Zot. Andaj mundohuni të përgjigjeni thirrjes Allahu subhanahu wa taala. Mas kësaj duhet të insistojmë o vëllezër, jo vetëm farzet, po me i fal edhe sunetet, namazet vullnetare, namazet nafile. Se me të vërtet, këto e gëzojnë shumë Allahun Teala, se nëse e fal farzën e ki borx, edhe borxhi do të më kthy gjithsesi. Po nëse ti jep më shumë se borxhin, atëherë e gëzon atij i cili ti jep. Kështu është edhe tek Allahu Teala. Nëse fal namaz e vullnetare e gëzon Allahun subhanahu wa taala. Andaj ndihmoni vetes me namaz e vullnetare, sepse në ditën e gjykimit kur qiten peshoj veprat, kur peshohen veprat tona dhe mungojnë namazet farze, engjëjt me lashit i thojnë, o Zoti jon, filani ka munges kaç namaze. Allahu Teala ju thot me lasheve, shikoni, ndoshta robim ka namaze vullnetare, ka namaze nafile, namaze sunete, çish duhet çuni. Edhe shikojnë engjëjt me lashët në regjistrin e tyre kur e gjejnë se filani ka fal non-stop sunetet para sabahut, para dreke, mas dreke. E kështu me radhë, kështu me radhë. Namazin e taravis, namazin e natës, namazin e xhamis tahiyatul masjid, namazin mas abdesit. Kur gjithë këto ja grumbullojnë, atëherë i kompenzon Allahu Teala, ja pranon. Edhe i kalon Allahu subhanahu wa taala. Po nëse të mungojnë farzet, s'ki namaz e vullnetare, nuk ki namaz e sunete që ke fal në jetën tënde, atëherë dije që gjendja jote është jo e shtirë, po shumë alarmante, se një namaz nuk ki çush e kompenzon ndryshe. Një namaz me tmet. Për ata është diskutuar shumë launsi namazit çfarë njëri është. Bile me thonë drejtën, vllazë besimtar, është diskutuar shumë nëse një namaz në jetën tënde të jetë me qëllim çfarë do të bëhet me ty. Për shkak se ka dhe xhamat fillestar, ka dhe tri shumë nuk do të nalna, nuk do të çona në këtë dispozit. Veç me të vërtetë është kogja e rrezikshme lënia e namazit. Andaj do të me pas kujdes. Konkretisht po ju drejtona me këtë mesazh të rive,
të cilët ndoshta duke menduar se po din shumë për fe, po i neglizhoj namazet vullnetare, sunetet, para drekes, mas dreke, mas akshami, mas jacije, sunetet mas gjumaje, e kështu me radhë. Mos t'i neglizhojnë, mos t'i lanë anash, se ajo shenjë jo e mirë për besimtarin me i lanë sunetet me qëllim. Dhe është shenjë e mirë për besimtarin me i falë sunetet në vazhdimësi. O shenjë për imanit fort me i falë sunetet në vazhdimësi. Wallahin, ka plesh 80 vjetë, thot kurse kum ditë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka thonë kush i falë 12 rekate sunet brenda ditës, Allah ja ndërton shtëpi xhenet. Thot veç kur rahoz në jetën tem si kom lan. A kur hadithin thot se kum ditë. Subhanallah. Çfarë imani fort. Veç e kam mësuar xhami që çtojnë sunetet para farzave, çto sunetet mas farzave. Kur nuk i kalon. Prej moshës 70 vjeçare. Në pleshni e kam mësuar që kush i fal këto sunetet 12 që janë disa para farzave, disa mas farzave, Allahu ja ndërton në shtëpinë në xhenet tani u kënaq kët. Sikur e çershia mbi tort që në fund, apo drellza mbi tort. Çashtu i ka ardhur ky hadith kur e ka dëgjuar në pleshni. E të rritë këto e mësojnë me një herë tash, se elhamdulillah literaturë shumë, hoxhallar shumë, mediat po, elhamdulillah po ka mundësi mu transmetu fjala e Allahut edhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po ju hin vesh, e majnë pak, ju del prej veshit, edhe ma let e kanë me dalë me nejtë në për xhamis, ma let e kanë mas namazit që mos me shkun kafe me pi kafe, apo me hangër, apo me bëhaj gara, ku ta dyne, se sa me nejtë mas farzit të xhumas, me bo dhekrin me i falë sunetet mas xhumas që janë. Andaj, duhet se cilët jeti kujdesshëm për veten e vetë. Dhe ta shfrytëzon këtë rast e mirë. Tjetër çka është e mirë të bëhet gjatë tyre ditëve, është e mirë që gjatë tyre ditëve të agjërohet sa më shumë. Pra, nëse ke mundësi këto ditë me agjëru deri në ditën e Kurban Bajramit, agjëroj. Nëse nuk ke mundësi krejt atëherë ndonjë prej tyre, por unë azot s'ki mundësi asnjëherë se jenë punë fizike, atëherë mundohu ta agjërosh ditën e 9, që është dita më e mirë e vitit. Cila është ajo? Dita e Arafatit, kur haxhilerët gjinen në rrafshnaltën e Arafatit. Ata kënaqen atje, se Allahu krenohet. Allahu kënaqet me ta kur i shef atje në rrafshnaltën e Arafatit. E mirë, e tash na që na met to si gjunaha, ç'a më bë? Na agjëroj, na e kënaqet edhe me neve. Na do të flasim inshallah javën e ardhshme për vlerën edhe pozitën edhe rëndësinë e ditës së Arafatit. Do të flasim inshallah taala në javën e ardhshme. Por kush nuk mundet me agjëru asnjë ditë tjetër, të paktën le të agjëroj ditën e Arafatit. Sepse për këtë ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shpresoj tek Allahu Teala që me agjërimin e kësaj dite të na falen mëkatet, gjunahet e vitit kaluar edhe gjunahet e vitit që po vije pas. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ndihmon edhe të na lehtëson neve adhurimin edhe madhrimin e tij gjatë këtyre ditëve më të mira të vitit. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që haxhilerët tonë të cilët po nisen sonte për në haxh të shkojnë se është mirë edhe më mirë, të kalojnë se është mirë e më mirë atje dhe ta shfrytëzojnë kohën për veten e tyre, familjarët e tyre, por i lutim ata që edhe neve si xhamat këtu të mos na harrojnë datë lutjet e tyre, e në veçanti të bojnë do lutje edhe për ata musliman të cilët kanë krizat të ndryshme, që vërtet krizat e tyre nuk po ndalen dhe po vinë njëra pas tjetrës. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft edhe në punë të mira të hajrit, Allahu na bashkoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastaj të nderuar vëllezër, cilat janë punë tjera që është mirë të jemi të kujdesshëm ndaj tyre gjatë këtyre ditëve, por edhe jashtë këtyre ditëve. Dietarët islam kanë thonë një prej punëve që është e rëndësishme gjatë këtyre ditëve është pendimi, me u pendu sinqerisht për të kaluarën tonë, sepse secili në regjistrin e veprave punëve tona në të kaluarën kemi gafe, kemi lëshime, kemi gabime. Disa kanë gabime gjunahet mëdha, disa kanë të vogla, por gjunaqar jemi të gjithë pa kundërshtim hiç. Andaj los Allahun Teala që na fal neve dhe ju dhe të gjithë besimtarët musliman kudo që janë. E Allahu na thot ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. O ju besimtar, pendohuni tek Allahu taubatan nasuha, me një pendim të sinqert, me një pendim të vërtet, që pas këtij pendimi të mos vazhdohet
në punë të këqija apo në gjëna, por të vazhdojnë në punë të mira. Pastaj për i punëve më të mira të mundshme gjatë tyre ditëve është me i gëzua prindrit, me u sill në diçka ekstra të mirë gjatë tyre ditëve, sepse jemi në ditët më të mira të vitit. Me i gëzua ata, sepse gëzimi i prindve është gëzimi i Allahut. Me ju kërku falje atyne për gabimet që i kemi bon raport me ta, dhe kërkimi falës ndaj tyre e shpreh atë respektin që kemi ndaj tyre. Pastaj vizita e të afërmve dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore, kush i ka shkurt për një kohë, runa zot shkurt, le ti lidh tash gjatë tyre ditëve, se Allahu thot: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham." Keni frikë Allahun që me emrin e tij përbetoheni, ruane farefisin, ruane akraballakun. Inna Allaha kana aleikum raqiba, sepse Allahu është mbikëqyrsh për cilët si juaj. Andaj mos i shkputni lidhjet me farefisin. Dhe çfarë punë tjera me bë, gjitha punët e mira të mundshme që të vinë në dorë, bëni edhe garo. Nxiton këto punë të mira, se Allahu thot: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Dhe në gjëra të bëhen shkak për futjen tonë në xhenet, le të garojnë garuesit. Në punë të cilat bëhen sebeb me të shtitin në xhenet, le të garojnë garuesit. Garani se jemi në garë. Inshallah Allahu Teala na mundson neve dhe juve me krye punë të mira me të cilat e kënaqim Allahun subhanahu wa taala. Allahu Teala na ndihmoft, na udhëzoft edhe na bashkoft. Allahu Teala na falt neve, prindrit tonë, dietarët, ulemat tonë dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Allahu Teala ju ndihmoft edhe vëllezërve tonë, motrave tona, fëmijëve të muslimanëve të cilët po vriten barbarisht. Po vriten nga zullumçarët, natën edhe ditën. Allahu ja u lehtësoft gjendjen e tyre, të vdekurit e muslimanëve Allahu i mëshiroft, të lënduarit të smurt të muslimanëve Allahu i shëroft. Ata fëmijë që kanë mjet jetim pa prind, Allahu me ta me prindët e tyre në xhenet i bashkoft, edhe të gjithë Allahu kudo që janë muslimanë nga armiqtë i mbrojt edhe i shliroft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خاذل المسلمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.